Allahun azza wa jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me ligjëratat dhe nasihatet që kanë të bëjnë me terbinë dhe etikën e veshjes së muslimanit. Më herët kalun disa xumo që pat mi fol për disa terbije dhe rregulla që duhet pas parasysh çdo musliman në veshjen e tij apo gjatë veshjes së tij. Jo rastisht kemi zgjedh këtë temë si zinxhir të ligjëratave, nga se nuk ka njeri që del prej shtëpisë pa u vesh. Dhe nuk ka njeri i cili për çdo ditë nuk ballafaqohet me veshjen e tij, dhe për këtë shkak është e rëndësishme që çdo kush të dinë rregullat dhe parimet fetare që kanë të bëjnë me mënyrën dhe formën e veshjes. Që na së paku me veshje të mos him gjëna. Janë do gjëna të cilët na nuk mundemi me i lanë. Kam për qëllim në atë formën e përgjithshme se janë do gjunahe apo ka gjunahe të cilëve muslimani së mvuhik, sepse ashtu Allah e ka eratisë çdo kush me bo gabim dhe me bo gjuna. Ama të forma dhe mënyra e veshjes apo e veshjes është moment dhe çast ku besimtari ka mundësi me u largu këtij gjunaje dhe këtij gabimi, që s'paku të mos bëjmë gabime dhe gjunahe në veshje, të mos bëjmë lëshime të tilla kur na kemi mundësi me i bo këto përmirësime. Dhe për këtë shkak përmendim këto rregulla dhe këto parime që besimtari të ketë parasysh këto rregulla që të mos bën gabime në veshje apo në veshmbathje. Përmendëm në xhumon e fundit që ke pjesë e kësaj ligjërate se muslimani kur të veshet ka e djathta. Të fillon me veshjen e tij nga e djathta. Dhe përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tawaddu'ihi wa fi sha'nihi kulli. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte merak të veshet apo e kishte merak të djathtën kur i veshke nallat, e veshke sparer komën e djathtë. Kur ti veshesh kpucët, kundrat, papuçe, çfarë do që i ke, fillon me veshjen e komës së djathtë. Wa tarajjulihi, edhe thot kur i kreke flokt, sparer i kreke pjesën e djathtë të flokëve. Edhe kur mirë ke abdesin e filleke për ka e djathta, sparer e leke dorën e djathtë, krajin e djathtë, komën e djathtë dhe kështu me radhë. Dhe u mundoi ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që çdo sen ta bën me të djathtën. Dhe ta bën ka e mbara, nga se e djathta ishte nga elementet që e dojke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sha'nihi kulli, edhe në gjitha çështjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dojke të djathtën. Me automatizëm vjen në shprehje që njeri kur ti hjek teshat apo kur ti vdesh kpucët, të fillon me të majtën. Sparier do të thotë e vdesh të majtën e masanet të djathtën. Sepse për veshje kërkohet e djathta, e për gjveshje kërkohet e majta. Kështu është suneti. Edhe unë po tham, muslimani i cili është syçel, i cili e ka kuptu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si duhet dhe i kushton rëndësi këtyre suneteve, ka mundësi a çdo herë që vesh kpucë me fitu sevap. Edhe çdo herë që i vdesh kundrat e tij apet ka sevap. Pse e bën me niyet? Thot unë kundrat kam me i vesh ka e djathta sepse kështu ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur ti heki, kam i hek ka e majta. Edhe para mendoni muslimoni që dhe jeton kështu. Do thot abdesin e merr me djathtë, e kryen me të majtë. Veshjen e fillon me djathtë, e kryen me të majtë. Kpucët dhe kështu me radhë. E shëndron çdo lëvizje të atij në ibadet, e shëndron sevap. Kurse një sevap
Si thot pejgamberi sa me al-hasanatu bi ashri amthaliha, thot një e mirë shpërblet 10 fish. Ke bën një të mirë të shkruan 10. Kurse të këqijat një e ban një të shkruhet. Dhe muslimani i cili e kupton këtë realitet dhe pajtohet me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk ja asgjëson. Dhe këtu do të përmendi se her pas heri kur i përmendim këto sunete, dikujt i duken mesele të vogla dhe të thjeshta. Ne i thënë ai ki ditë ti para se mi kallzu na. Ai ki ditë para se mi kallzua. Edhe dyta, nëse i ki ditë, ai ki praktiku gjitha. Spakuna nëse i kimi ditë, kemi pas mungesë në praktikim. Dhe kemi nevojna për përkujtim të këtimve suneteve apo rregullave dhe parimeve që kanë të bëjnë me veshmbathjen. Sepse po të mos kishin qenë të rëndësishme, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk do t'i kish tregu, nuk do t'i kish praktiku. Dhe thotë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë u veshke për ka e djathta, kur fillojke me vesh diçka, për ka e djathta e fillojke. Kjo nuk është rastisht. Sepse kjo nuk kupton se ti ditën, jetën, organizimin e jetës tonë, veshmbathjes tonë e fillon ka e mbara, ka e mira. Edhe çdo send e ka të ndikimin e vet pozitiv apo përkundrazi negativ. Jo rastisht ka mbet fjalë e urtë që të na me thonë ai i cili flet ka e prapa, ai i cili fol ka e prapa, ai i cili vepron ka e prapa, çka mi thonë kanë e çumë kom të majt. Është e vërtetë se është shumë e kom të majt. Që do të thotë kanë e çu ka e prapa. Kanë e çu dallash. Edhe mundohesh këtë dunjon me bo dallash. Do të thotë çdo send ka ndërlidhjen e vet. Edhe jo rastisht këtu do të përmendi përsëri një element që ndërlidhet me këtë me pedantllëkin e muslimanit, me elegancën e tij. Që muslimani i cili kujdeset në veshmbathjen e tij, i cili kujdeset në rregullat dhe parimet e veshmbathjes, është pedant, është elegant, sepse ai kur veshet është në vetdije se si është duke fillu veshjen e tij. Edhe kur i zhvesh këpucët e tij, kundrat e tij, e din se është duke i nxjerr dhe i vendon raft në vendin e vet. Jo rastisht na themi Allahu mos e boft me ardh një kamer para derës xhamisë dhe me na incizu na kur dalmi pe xhamie. Kjo ndodh shkaku se na se praktikojmë këtë sunet o vëllezër. Kur dalmi si pula pa krije, para herë nuk na zën dera. Tu ngajt dalmi, thuse jemi këtu të gozhdum me baskia, me shajka. E na ka liru dikush pi prangave dhe mule me hik me dal. E kur dalmi atë të lovi e madhe, se një gjim kundrat e tona, këpust e tona. Pse? Nuk e dim ku i kemi lanë. Sepse kemi hi pa kontrol dhe po dalmi pa kontrol. Kjo ka të bëjë me estetikën, pamjen dhe terbijin e muslimanit në veshmbathje. Këtë këto mesele lidhe njëra me tjetrën. Kanë ndërlidhshmëri të fortë. E Allah mos e boft me arë një gazetar jo musliman me na incizu neve të dalë për xhamie, edhe na ban kore, na ban rezil, se thot këshirne, çfarë kulture kanë këta, kur dalin për xhamis, do thot nuk e din kryt e vetë këj kanë. Shtijën, nërdzon, përplasin dyrë, kundrat së një gjej, një përzin kundrat, i marin të hujat, e marin dy kundrat tek, edhe këta gjdo gjëmo përsëritën si gabime. Gjdo gjëmo si probleme dhe si gabime përsëritën fatkeqësisht. Si pasojë mos kujdesit ta në praktikimin e këtij sunete. Këshire po thamë sunet, kjo nuk është farz. Të mos më keq kuptojë dikush. Kur po thamë është sunet me vesh kundrën me komën e djathtë, apo teshën me dorën e djathtë, apo ka e djathtë, është sunet, nuk është farz. Nëse se ban, s'ki kur një farë gjunaj. Ama dije se nëse e ban, kish përblimet Allahu Azza wa Jall, edhe ti je më i vetëdijshëm në veshmbathjen tënde, je më elegant, më estetik, më i pashëm, më i dukshëm. Sepse kur veshesh, veshjen e ki me karar, je i vëmendshëm,
por edhe kur I nxjerr kundrat, kpuse tu je I vëmendshëm dhe kujdesesh që me nxjerr kundrën nga koma e djathtë s'pariherë. Paramendoj kur tjetë halli jonë kështu. Kur të nxjerrim kundrat, kemi vetdije se jemi duke nxjerrë s'pariherë komën e djathtë, kundrën e djathtë. Edhe çka I merr kundrat e tu e vnon raft, si është rendi. Edhe kur ti ish në xhami hin me komën e djathtë, dhe çka thon? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfirli waftahli abwaab rahmatik. Çka thon? Bismillah. Me iznin e Zotit, në emrin e Allahut hina në xhamiun me komën e djathtë. Sa prej neve sot e kanë bëu këtë dua? Sa prej juve dini me dhonë gjeva pa keni hin xhami me komë të djathtë apo me komë të majtë? Fatkeqësisht, këto janë lëshime të vogla që ne ja zgjësojmë, a kanë mana të madhe, që tregon se ti je duke hin xhami I vetëdijshëm, me kontroll, me vëmendje. Edhe çka thonë në emër të Allahut, çova salate dhe salavate mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe çka thonë? Allahumma ighfirli waftahli abwaab rahmatik. Kjo është doja që duhet me bëu muslimani kur ti në xhami. Thua Zot, mi fal gjunahet edhe çel mi dyrt e rahmetit tënd. Edhe çel mi dyrt e mëshirës tënde. E kur tjetë halli jonë kështu, të dini se ne do të kemi rregull dhe parim kur të him në xhami. Do të him ka dalë dhe qetë, nuk pengomi të pragi. Po dhe kur dalmi ka dalë dhe qetë, që të mos japim pasqyrë të keqë, se na dhe do të po dalmi me zor e me të madhe edhe duke ushti me njëri tjetrin. Nësë Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj gjithve neve praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të na bëjnë nga ata që kanë kujdes në rregullat dhe parimet fetare, të na bëjnë nga ata që kanë vetdije dhe vëmendje në çdo segment të jetës së tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.